Pas një gare shumë të qetë të fushatës elektorale dhe pas numërimit të shumicës mbi 90% të votave, kur kandidati Totaj mbrëm arriti mbi 42% të votave. Shagjer Totaj në një adresim para qytetarëve ka theksuar se vizionin qeverisjes së tij ka qenë dhe mbetet të zhvillimi Prizrenit për të gjithë, pa dallime politike apo përkatësie. Prizreni në punë ka qenë në vizioni ynë që nga dita e parë për çdo qytetar të këtij qyteti, pa dallim partie apo përkatësie. Qeverisja jon ka treguar se puna, rezultatet dhe përkushtimi ndaj qytetarëve janë mbi çdo interes partijak, ka deklaruar Totaj. Përmes kësaj kemi dëshmuar se jemi një qytet i cili din me votu, din me respektu të gjithë pjesëmarrësit në gara, kemi tregu kulturë të lartë demokratike, pikërisht ashtu si ka hije të qytetit të Prizrenit, prandaj hajde një duar trokitje për Prizrenin. Do me I falenderu të gjithë përkrasit, duke fillu nga gjithë qytetarët e Prizrenit, duke fillu nga strukturat e PDK-s që janë baza e fuqisë tonë, si dhe listën e kandidatëve, disa nga të cilët janë këtu për kontributin e dhënë gjatë këtyne 30 ditëve në fushat. Po I përcjellim me vëmendje zhvillimet rreth rezultateve, jemi të parët me një diferencë të madhe nga I dyti, që është një indikator se qeverisja e mirë lokale, udhëhequr nga PDK-ja, është mirë pritur dhe është vlerësuar nga qytetarët e Prizrenit. Prandaj nuk ka asnjë arsye të mos vazhdoj kështu edhe në 4 vitet e ardhshme. I falenderoj të gjithë kundër kandidatët për kulturën e treguar në garë, edhe megjithatë ne jemi të parët, siç e thash me një diferencë të madhe në vota, e presim rezultatin final për të vazhduar më tutje me punë të përditshme, sepse na presin punë, sepse Prizreni është në punë, ka shumë gjëra të cilat do të përfundojnë, janë në vazhdim e sipër, edhe ne do të jemi akoma më të suksesshëm në mandatin e ardhshëm. Ai ka shtuar se periudha e ardhshme do të shënojë fillimin e fazës më të fuqishme të zhvillimit për qytetin dhe fshatrat e Prizrenit. Sepse kemi të gjitha predispozitat. Edhe një herë duhet I falenderoj të gjithë përkrasit për kontributin e dhënë në mbarvajtjen e procesit votues, për kulturën e treguar qytetare, për nivelin e demokracisë të cilin e kemi demonstruar, sepse Prizreni pikërisht kështu e meriton. Prandaj faleminderit të gjithëve edhe vazhdojmë me Prizrenin në punë. Faleminderit të gjithëve. Edhe sinqerisht po bën përshtypjen në numër kaq I madh I qytetarëve, kështu me një vullnet pozitiv edhe me një dëshirë të madhe për të dhënë përkrahjen edhe këtu, edhe pse ka filluar pak ftoft po. S'pas ka ftoft, shumë mirë. I falenderoj edhe mediat që po na përcjellin këtu, sepse na kanë prit pak një kohë, po u dash kemi përcjell rezultatet. Mos të harrojmë se kontributi I mediave është I veçantë, edhe jemi mirënjohës dhe falenderoj për punën e tyre që e bojnë në kushte jo shumë të volitshme. Po natyrisht I falenderojmë të gjithë aktorët e jetës publike në qytetin e Prizrenit që na kanë mundësuar që të jemi suksesshëm në këto 4 vitet e kaluara, që do të na mundësojnë që ky sukses të jetë në kontinuitet me një trend të vazhdueshëm të përmirësimit gradual, por të pandalshëm. Urime të gjithëve, vazhdojmë me Prizrenin në punë. Faleminderit. Në fund të Totaj ka ftuar qytetarët që me votën e tyre ta vazhdojnë rrugën e punës edhe të rezultateve konkrete, sepse vota për ne është votë për punë, zhvillim dhe të ardhme më të mirë për çdo qytetar.